Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Përshëndetje, ashtu si edhe ju kam premtuar, këtë verë ose këtë qershor e korrekta që jemi, nuk do të flas për politikë në Blitz Interview, do të flasim për kampionatin botror në futboll, i cili shetim po mbahet në 3 shtete. Dhe ashtu si edhe kam thënë, kjo do të jetë në vazhdimsi tema e Blitz Interview. Gjatë javëve të shkuara, kam folë me ekspert futbollit, me ish futbollist, por kësaj here kam vendosur që të flas me një ish futbollist, pa të cilin dhe pa të njëjtit si ky, futbolli do të ishte më shumë basketbol se futboll. E kam musafir ish portierin e njohur kosovar, pastaj edhe drejtorin komunal për sport në komunën e Prishtinës, nuk 2 herë me radhë, nëse zgaboj, ose një herë, kushtim Mushicën, kushtim një se vjen në Blitz Interview. Mirë se u gjeja sërit, kënaqësi që t'jem përballë jush dhe të flasim për sportin, për futbollin më saktësisht, për më s'tëm me të përmesu, po më përmesu është mas mirë ti këtu. Me njoftu më mirë, më korrekt edhe publikun. Unë kam qenë pjesë e drejtorisë sportit në komunën Prishtinës për 7 deri 8 vite dikon afërsisht, po kam pas role të ndryshme. Aty e kom gatruar që e kom të herë drejtor. Pikërisht. Se të kom bën ashta si drejtor edhe kur s'ke qenë. E mirë kjo, kompliment për mua, faleminderit. Unë jo mundu çdo herë, edhe kjo vjen edhe si pasojë e një profesioni që e kam pas, pra futbollist. Është ideja që me funksionu në grup, pavarësisht se nëse mban trakën e kapitenit ose jo, ndoshta shumë pak kam pas fatin me qenë kapiten, por edhe pas qenë kapiten, jo mundu ta ndihmoj skuadrën, domethënë një farë kapiteni moral, kështu t'i them. Edhe te komuna çdo herë ju kom bashkangjit një farë forme një drejtorit caktuar, sepse kam punu me 2 drejtorë, para se më bëve drejtor, dhe jo mundu që t'jem kraj tina dhe t'i shtym proceset për para, marrim rezultatet mira, suksese, në atë kuptimin që ta ndërtojmë, ta zhvillojmë infrastrukturën sportive dhe sportin në vendin tonë. Ti ke qenë në drejtori sportin në dy qeverisje, duket ke qenë në kohën e Shpend Ahmetit, apo? Kohën e Shpend Ahmet ke qenë drejtor, apo ke qenë ajo ka qenë koha ka qenë, po, kam qenë bashkëpunëtor për sport. Se thash, emri është ka pas më shumë peshë se ndoshta emri i drejtorit, pa e nënshmu kush ka qenë drejtor, se s'po kthejmë ashtu. Po dhe ke qenë në mandatin e parë të përparim Ramës. Po. A ke vrej dallime, ndryshime? Menova që kemi folë për botror. Po, ja, po hinë këtu. E di shumë ja, për botror, se për le të kjo është një shafa, kuptoj. Sigurisht që Zanatis po harrohet le. Ne po të shoh. Ke qarë shikjo. Deformim profesional. Në fakt edhe ne jam në këtë temë. Po di, sigurisht që jam involvuar edhe me kënaqësi mund të bëj edhe krahasimin në këtë. Kam respekt për të dytë, sepse kam parë dëshirën, vullnetin për të bërë diçka për të mirë Prishtinës. Sigurisht që ndoshta te mandati i dytë, Shpendi dihet, ka pas 2 mandate dhe kam pas fatin mandatin e dytë Shpendit me u bashkangjit. Dhe unë mendoj që shpeshherë ka një dallim mes mandatit parë dhe dytë. Tash
për parimin kam qellu mandatin e parë. Dytë na shtat çaty pa mundur më voni me krahasua. Çaja mundur më voni ose një krahasim jo real më i më dhon ose më të flas për të dytë. Mirë po të tema sportit me të dytë, domethënë kam gjetë gjuhë përbashkët. Të dytë më kanë ofruar hapësinë dur të lira apo edhe për kroje për ta shtyr një ide edhe me dhon ideja domethënë bashkëpunim shumë të mirë kemi pas me të dytë. Kështu që nuk po di me bëni krahasim kështu në atë aspekt tjetër është më të përgjithshëm, po te sporti muj me thonë që çdo herë ka marrë për kroje prej të dyve për me shty përpara idetë. Okej, po du me dollë, po të kthej te futbolli, te portieri. E kam një farë përshtypje që portierët e janë vish një mas pari. Dhe këtë ekip janë disa mbrojtësa, disa sulmues, disa mesfushor, po është një portier në lojë. Po e kam përshtypjen që, domethënë, dhe e kanë një peshë jashtëzakonisht madhe në humbjen dhe fitoren e ekipit. Po nuk e marrin atë glori, atë festën, atë shkëlqimin. Që merr për shembull një sulmues, kanë herë një mbrojtës që japin atributet këtë i shpëtoi, po portieri që i ka mbrojtur ndoshta 2-3 golla të pastra dhe e ka shpëtuar ekipin. Shpallet në herë lojtari ndeshës, se s'po them që nuk shpallet, mirë po nuk e merr atë namin e madh që e kanë sulmues. A njihen portierët, si më thon, ka pak diskriminuar kështu. Në vetën aty se ke qenë një portier aktiv, e ke përjetuar që është në fushë veç një portier, du mu kthy kohë mrapa kur fillova me marrë me futbollin, me rolin e portierit, ma bëshin. Po pse s'po kështu më lojtar se ki mundësi ma shumë, ka hapësinë ma shumë, se janë 10 lojtarë në fushë. Po zgjedhëm më portier që luftojnë dy sa për një vend. Po, portieri e ka një rol të veçantë në lojën e futbollit. Më herët e përmende se pa një portier futbolli është dashur më qujtë ndryshe. Ndryshe. Por puna specifike, përgjithësia që e ka portieri normalisht është një ngarkesë, një presion më i theksuar. Edhe ai merr meritat. Ja, po si ndihet, adina dihet që më thonë ti i ke shpëtu një 3 golla edhe të pastra dhe veç një golla ka jap një sulmues, keni fitu 1-0, po meritat i këtë hype, këtë vëmendja shkon të ai që ka jap gollën. Çu është njëhet portierin në ato momente. Po ja marr një rast. Apo kupton po marr hipotetikisht. Po marr një rast pikërisht se kemi pa edhe kësi rastin botror. Po që ka ndodhur te Prishtina kur kemi qenë, kemi fitu kupën e Kosovës atë vit, edhe lojtari ndeshës u zgjedh një lojtar që shënoi gollin, ndërsa unë i prita 2 penalti, se shkum penalti, i prita 2 penalti. Pa të cilat sigurisht që edhe nuk kish fitu kupa. Po në fund e vendosën që m'ia dhonën çmimin e lojtarit më të mirë, një sulmuesit. Pra, kjo ndoshta edhe të bën në atë moment me thonën pse është problemi se portierat vërtet po diskriminohen, se jo që kam menduar gjithmonë vetëm për veten temë. Jo, po ashtu përgjithësi ke përjetuar si rol si portierët, por për mua ka qenë gjithmonë jo performanca ose jo ideja unë me marr statistikat ose me marr çmimet e më të mirët, por me fitu si skuadër, domethënë në ato kupat, kampionatet në cilat me ekipin kena ushtru bashkë, kena kalu shumë kohë bashkë për me ardhe që aty. Por ka pas rast kur edhe jam zgjedh më i miri, ndoshta i ndeshjes se kështu vlerësohen. Po shohim që sot me qena periudhën kur po zhvillohet një botror, po shohim sa po marrin vëmendjen portierat. Po marrin vëmendjen. Unë mendoj që është një kampionat që portierët tash veç po vlerësohen, po cilësohen. Çfarë ke pa nivelin e portierëve në këtë botror? A janë ty bërë diferencë më të madhe se në edicionet kaluara? Po çdo herë shohëm portierët që ndoshta nuk e kanë atë
atë elanin e portierëve më të mirë aktual, si për shembull futën në botror me një nivel të lartë të karrierës që e kanë ndërtuar në skuadrat e tyre dhe në botror është se marrin atë ose se bojnë atë punën më të mirë në të mundshme, del një portier këtë tjetër. Kush është që ka dalë këtë tjetër? Po që e marr shembull është portieri meksikan. Ochoa, i cili nuk përmendet për 4 vjet nuk ndëgjohet emri i tij. Lunë për do skuadra, mas tonë dytësore. Po para ta s'diqë. Edhe kur vjen botrori merr vëmendje. Është deciziv, i ndihmon shumë ekipit kombëtar Meksikës edhe tash edhe i ka mban rekordin për botrore të luajtura. Dhe është tërheq në këtë botror luajti vetëm ndeshjet e grupeve dhe u tërheq prej kombëtarës. Pra është portier që nuk ndëgjon për to 4 vjet ai humbet. Po vinë këto turne të mëdha, si ky botror, edhe sikur këtë kohën këta përgatiten për më ardhë këtë ditë edhe me shfaq më të mirën. E marrin ndoshta me një seriozitet më të madh, se duket që kjo është momenti i tyre. Kurse portierat që e kanë atë kontinuitetin, janë çdo herë në skenë, për ta ndoshta është më shumë rutinore. Edhe mundet ajo mos me ose edhe vetë nga ana e publikut nuk na duket çudi kur të shohim një Buffon ose një Donnarumma ose një Casillas në kaluamën nuk pritet performanca e mirë e mira. Ndërsa këta tjerë që vinë si të panjohur, tash edhe te ekipi kombëtar i Kepit Gjelbert, edhe portieri Vozinja, i cili u bë hit. Ai u bë hit, boni bu. Me një mosh të shtyme, po themi. Po deri dje nuk e kemi ndëgjuar emrin e tij edhe e ndihmoi kombëtarën edhe ja u ka marrë hakun juve, po ja u ka nxjerr hakun juve portiera. Ai u bë figura. Figura e deri tash e këtij kampionati botror, shpërthime në rrjetet sociale. Domethënë ja u ka nxjerr hakun juve në raport me sulmues. I ka kalu shumë edhe portier të famshëm, domethënë për rrjetet sociale tash po flasëm domethënë me një ndeshje. Është portier i mirë. Apo është hype buj? Unë mendoj që nuk është portier për me mbrojtë në nivelet të kampionateve, po flas më të mëdha në futboll ekipor. Ekipeve po. Nuk është për këto 5 ligat më të forta, për ekipet që e dominojnë ato liga e kampionit. Se është ato të rangot që për mbjetesë mes tabelës, ato edhe besoj që mund të ndihmojë ose të jetë portier adekuat për to, por jo që aty nivelet sa tash kjo është rrit. Pra po them, botrorët prodhojnë kësi individa, prodhojnë kështu se ka një momentum. Është një momentum i tyre që sidomos kjo ndodh te kombëtarët që nuk janë edhe pretendente për fitu botrorën. Janë ekipe më të vogla, të cilat edhe vinë ndoshta për herë të parë, dytë në një botror, vinë me shumë vështirësi deri aty dhe normalisht puna për ta është më e madhe, se ekipin për cilën luajnë nuk e kanë cilësinë dhe kualitetin për me qenë të barabartë me kundërshtarin, anën tjetër sulmohen më shumë. Dhe tu pas sa më shumë punë portieri kur është më aktiv, edhe jep më shumë. Unë bëj krahasimin kur kam mbrojtë te Prishtina dhe kur kam kalu te vllazënimi i Gjakovës. Te Prishtina gjatë gjithë lojës dominoi shumë ligën, me thonë kështu, kemi pas skuadrën, ashtu edhe kemi pas raste dhe kemi humbur, por kemi sulmu, kam ndajt ndoshta gjatë gjithë ndeshjes pa prek topin një herë, 2 herë. Një herë orte golla na ka jap gol. Kjo bëj kemi menu që mu po penalizon fakti që s'po kam kontakt me topin. Po, s'po ki po. Pavarësisht që mundojsha me të marrë veten aktiv. Dhe ti ke qenë portier i mirë, i konsideruar portier shumë i mirë. Po për kohën, tash për kohën, po flas se sot kemi portier të mirë, po shoh që Po çfarë ka qenë diferenca se dashta më ta jap këtë bindjen time, që ke qenë portier i mirë me ditë, shikoj se harrojnë.
Faleminderit. Pastaj dallimit e vllaznimit si ishte? Po tani aty ka pas lojë. Ka më shumë raste Dhe këtë dëshpë. edhe kur kisha më shumë punë, e shisha që kur vike rasti tjetër veç isha më i përgatitur. Se je aktiv. Kur je pasiv, gjen pa përgatit në një moment edhe mundesh mos me konën 100%. Po. Puna e karrierës time, domethënë është që kom periudhë tjetër, por portierën e karakterizojnë disa elemente, shumë është me rëndësi prezenca, nështë u konë kjo një karakteristike imja që kam pas prezencë, tani këto çështje tjera, elemente tjera, jo refleksi, jo flasim, kemi folur edhe për karrierën. Jo ato tjera, ato vinë edhe me punë, se vinë me punë, nuk e kemi pas kushtet që janë sot. Ja, s'ka sot. Kjo lunë në rol të madh. Dhe po thu që Vozinho se ka let me ndal Mesin, ha? Po Mesi nëse une çdo ndeshje pritet prej Mesit me bë mrekollina. Pavarësisht që kontributi tina është vetëm me topin, sepse dihet tash për moshën që e ka dhe qëllimi i vetë Argentinës, selektorit, e kanë kriju strategjinë në mënyrë që mos me shpenzu Mesi energji pa topin, në mënyrë që ai me konën kontribut dhënës momentin kur ka topin, diçka që është i njoftën, pra Mesi është për mendimin tim më i miri gjitha konave dhe po besoj që edhe me kepin e Gjelbert përballë Vozinhos sigurisht që do të shënoj në rastet kur ka qetësinë që posedon Mesi përballë portierët në rastet e krijuame, domethënë çaq gjakftoft është, domethënë ta dënon, ta qoftë edhe mbrojtësin, po edhe portierin, pra i ka goditjet e mira, unë mendoj që kemi pas shumë fat që jetojmë kohën e Mesit edhe se di se si do të më duket futbolli pasi që të përfundon karrierën Mesi. Unë kam qenë fans edhe sporteve tjera, për shembull NBA-n e kom përcjell Sakon Jordan, Michael Jordan. Tash e përcjelli po jo me atë entuziazëm sikur atëherë, ose Formula 1. Sakon Michael Schumacher. Po dalin sot jo futbollin, mos po na lën futbollin kur shkon Mesi. Sigurisht se me futbollin kam lidhshmëri tjetër, kam edhe po shohim që po vinë edhe futbollistë tjerë, po jo të nivelit të Mesit, po që futbolli është i bukur edhe pa një individ saktum. Futbolli me të vërtetë është lojë e bukur edhe kur s'ka yje për mbrana një lojës. Do dy skuadrave që kush është portieri më i mirë deri tash? Në atë sa ke pa deri tash? Në këtë botror? Po, këtë botror, po. Po Vozinha thash ka pas paraqitje të mira, por nuk e bën portierin më të mirë në botë. Thash nuk ka ato cilësitë për me thonë që ky portier le të vjen sot në Real Madrid se na pështon. Ka pas paraqitje të mira dhe sigurisht është meritor për kualifikim tutje. Po ashtu kemi portierat, ka pas konë edhe ky Karasaos në një ndeshje që i ka ndihmu mjaft mirë, ka pas. Po këto janë, pra po them, janë 2 ndeshje, 3 ndeshje që nuk e japin ashta një pasqyrë të reale vetë individit, po unë mendoj që pe portierave është i Francës Mandan, i cili është po ashtu vjen me një bagazh, nuk është rastësisht. Domethënë ai kur bën pritje nuk janë rastësi. Okej. Është portier i dëshmuar edhe i ndihmon shoh që ka ato pakrase që krijon ndaj Francës është aty dhe domethënë bën pritje të sigurta. E kisha veçuar ashtu deri tash. Po dhe Martinez i Argentinës është një portier karizmatik,
ka një energji të mirë, i ka përshtat atij grupit të Argentinës, sepse shihet Argentina në shumë luftarak. Besoj arma kryesore e Argentinës përveç Messi që e kanë aty, janë shumë luftarake dhe këto i përshtat atij grupi edhe kësaj formës që qasës Argentinës është po ashtu meritor i botrorit kalum, e përshoj që po ka një vazhdimësi edhe të botror. E pash shikova ndeshjen e Holland Maroko dhe në penalti më bëri shumë përshtypje portieri Bono. S'kcejke hiç, edhe po e mbrojti penaltin, veç duke lëvizur, diçka e rrollë. Si e ke po këtë? A është vështirë të mbohet penaltia ashtu? Edhe kom pa një gjë që a lun rol në ti e gjatë, po a lun rol në mbrojtje të portieri gjatësia, se për shot të portier gjatë kur po zgjatën në mëhon për mshelin portën. Edhe anën psikologjike të lojtarit. Edhe po e myta, e man. E atakon pak ajo. E atakon sepse vizualisht për lojtarin është porta pak më e vogël, Për lojtarin s'duhet penaltis vogël porta. Edhe penalti tani është pesha e penaltis ku e pa të më rasën të Gjermania që të me shëtu. A i mbrojke me aparencën e ti. Fiks. E bona, po, edhe të bona mujna me dhonë komplimente që është ndër portjerët që ka pas një rendiment mirë edhe të penaltit ke karakteristike. Për në me interesant, nuk në rastis me pa, edhe për njës në vetet nuk është se kam tentu në herë me prit penalti, po flasë në goditjet ansore, po më nej anash, se me herë ke mujtë me mendu se tenton në atë panen kërë më ta bona e lojtarë dhe e në vend. Po me shku në një kra ose në një krajnë tjetër, pa u gjujt, pa u hedhë, ke pak interesant ajo, por sigurisht aje e ka studiu këtë mënyrë, edhe ka menu që sjell rezultat se kur të zgjedh krahun se po shkon duke qëndruar në këmbë e ka një përqindje më të madhe të asaj që e nxen, domethënë topin më të lehtë. Se nëse të hedhësh poshtë, është mundësia më ta gjujt më lart edhe tani nuk e ke mundësinë me prit ato të lart. E këtu qenë në këmbë e mrin domethënë edhe poshtë edhe lart. E kjo mënyrë nështë i ka ndihmuar këtë ndeshje, nuk e di nëse do të ketë rezultat edhe sukses në penalti tjera në rast se ndodh një e tillë për Marokon prapë. Tash, është dikon një studim që dikon disa mijëra herë presioni më i madh në të penaltit është të lojtarit, se të portieri nuk është presioni, portieri nuk është e parapom me mbrojt penaltin, por lojtari është i parapom me jep shënuesit. A ki qatë njësi? Është kjo studim më menej që është mirë i vërtetuar sepse i bashkangjit në kësaj për shkakun se unë vetë kam pas rast edhe me gjyt, kam pas rast me gjyt penalti edhe me prit, është dallim i madh. Unë jam një komod në atë kuptimin e asaj se po më shën, po e marr gollën, po e pranoj gollën. Po dhe, është që më thonë, kërkosh të e mërë gollë portieri, po e humbi lojtari. Pikërisht, përveç se, normal, dëshira e madhe për me mbrojt penaltin edhe me qenë protagonist. Natyrisht. Me qenë në ai që i ndihmoi ekipit. Natyrisht, ajo ekziston, ajo është gjithmonë. Sepse ka ndodhur një trener, një profesor i futbollit me të cilin kam pas fat për fillimin e hapave të mi të parë në futboll, Indieri Lasina, në një rast ku nuk kam qenë pjesa të ekipit, po qysh ma kanë citu një moment ti kur e pret penaltin portieri, edhe ketë pishin gëzu, bravo, si me thonë Mushica, bravo, e priti penaltin, po për që ata është aja të me mbrojt penaltin, që qatë punë e ka. Pa dhe është edhe kjo mënyra e asaj se qysh edhe dikush
e percepton që shëmenon ai. Sigurisht që na jena për me prit penaltin aty edhe nëse nuk e presim, nuk është pesha e njëjtë, sikurse një gollit që mund vi nga loja e që je ndoshta shkaktar ose s'ke bo mënyrë më të mirë të intervenimit. E te penaltia është një lehtësim kjo, që paktën në start, para se mu bo goditja, ti nuk psikologjikisht je ma mirë se lojtari. Kush për këtyve portierëve, ta themi këta me emën, në një farë formë, jo të ka shgënjy, po duket që so ka performant që thot, a ka të tillë. Nga këta që kanë emën, natyrisht. Po tash në jere... Edhe si e ke pa këtë këthimin e në jere? Në jere pak fjallove moshës fajnë, po nuk më duk këtë nuk ishte më në jere. A i shkëllqimi ti që jemi mësu me po. Prandaj thash edhe me herët, kur mësosh mi po ata portierë që kanë karierë, kanë bagazh, edhe sytë janë të ta me bojë gjithë herë më të mirën, kur t'janë nivel jo që shimi mësu me po, me njerë e mendojmë të kundërtën, pra që s'ukon në nivelin e ti më të mirë, pra të në jeri kësha me thonë, po i kësha jep edhe arsye. Ka gabu Gjermania që ka, si me thonë, e ka shtime? Nuk është se ka pas, që nuk ka pas edhe zgjidhje. Nuk është se, për shkak se po ashtu edhe portierët tjerë që janë të grumbullum, kanë mujt me bile i shkon shumë mirë, ata me fillu që është ka këtë botror, me përjetu emocionin e botrore në mënyrë që në botrore të ashtë, me kualifikimet të ashtë me qenë ma me eksperiencë. Po shkojnë atash, po dalim ka pak ka Kosova, po edhe te kariera jote, kushtrim. Po më thënë në reakcia sportit, po më thojnë që Prishtina, përveç Juve dhe Bekajn, nuk ka prodhu për tjerë më shumë. Pse kjo ndodhë kjo? Klubi futbollistik Prishtina. Po, neve, unë e menoj që puna, çështja e ardhës për tjera vjen pak edhe nga ajo se pedhemi para ardhësit, prej do më thonë pasojnë nga ata që i kemi pas fatin, mi pas para se me arë shprejena. Unë gjithmonë thëmë, kom pas fatin, fillimisht me qenën ofër një portierit legjendar, gjithashtu të Prishtinës, Ahmet Beselicës, i cili vjen pej periudave të 80-ta, i ka mbrojtë ngjyrat e Prishtinës edhe viteve 90-ta, kohës më të vështirë të vendit tonë, futbollit. I ka pas edhe disa vite mas luftës, ku prej disa vite të asaj kohë kam qenë ofër. Është shumë e rëndësi me pas një shembull, një model. Për mu ka qenë atë kohë Ahmeti dhe gjithashtu edhe punat cilën e kemi bo bashkaresht me trenerin Bare, i cili ka qenë një përkushtum, një kosisht për me majtë formën e portierit aktual që është Ahmeti, po ndërkohë më na jep neve ato ushtrimet më të mira të mundshme që me pas Ahmetin një pasardhës. Po mendoj, tash të rrjedhimisht, po besoj, me që besoj në që të farë teze, po mendoj që edhe Visarit deri dikun e ka pas njëjtin rrugtim, sepse ai vjen me njerë mas meje, ka ardhë Visari, ka pas fat me qenë, ka qenë fat edhe jemi, po se njeri mëson edhe në mosh ma të shtyme, edhe masë që i bën një eksperiencë, edhe të Visari, edhe të kolegë tjerë që kanë qenë edhe ma të ri, kam pas mundësi me mana element për tyne, vi cili ka pas fatin është me pas si talent, dhe po besoj që tani kjo ka qenë ajo që ka ndodhë si vazhdimësi, e tash së fundmi kjo po mungon, nuk po den s'ken një portier që me pas atë peshën e portierëve që u mësu Prishtina me pas. E për mena, dhe Ahmet Beselicën, s'po du me u këthy më shumë kohë, se ma pak e kom pas e heqvi sa kom dëgju emrat të portierëve të
kohës të Fadil Vokrit e të tjerëve, por ndoshta tash edhe ka njerë është edhe fati që Prishtina nuk ka pas djelmosha të ri që i kam pas edhe ato elementet fillestare të cilat do të mi pas ndoshta një portier i arshëm, se puna nuk është se ndoshta ka mungu. Është tash një ndryshim të klubi i Prishtinës, është të pas reforma edhe të trenert, po besoj që kjo edhe do të sjellë edhe rezultate, jo veç të lojtarët, po edhe të portierët, do të bëhet një punë më e mirë, do të punojnë këtë drejtim, me që po e shohin që çdo herë, çdo vit një emër nuk është i qëndrueshëm te porta. Do thonë vazhdimisht po kemi një vjet, një portier, një vjet, një vjet. Kjo tregon që nuk kanë arrit të stabilizohen. Te karriera ju, cili sulmues ju ka vënë më shumë vërtësi gjatë karrierës? Ta themi kështu, ndonjë që sot me pa në rrugë të kujtohet, thua çem ka bo një fandeshi. Po, periudhën kur kam luajtur bënej që ka pas sulmues kështu tipik nansh që kena thonën i në konën, me të vërtet në atë kohë sulmues të mirë. Se da ka pru ymrin ngusht. Në Svetohu kon sulmues i mirë. Po tani kom pas fat edhe më shumë edhe me pas bashkëlojtar. Bashkëlojtarë ke pas, po. Edhe ajo do kon një plus për mua. Po më shumë i kom bërë në vështirësi aty nëse ata mua. Sulmues. Po. Ja kom bërë në agjerim në ditë të lojës. Bas nej është Haxhi Zeka që kon sulmues i mirë. Ka pas një karakteristikë, kon vrasës kështu para portës. Po, shpesh herë edhe one ja kon nxjihet, që thonë kështu, thonë kam ditë me konë është. Po kur shumë është me rëndësi se çështja e paralojës ose çështë përgatit njëri vetveten para një kundërshtarit ose një tjetrit. Çdo herë është mendon ndryshe kur e ki përballë një sulmues që shquhet. Është i prim listës vëllazhonuesve dhe automatikisht ti fillon me studiu më shumë ato. Edhe tani ka ndodhur që më i suksesshëm më kon me sulmues që janë kundërshmuar se sa dikon që kena mujt atë kështu mos me bo hesap, po them kështu. Po që tani ai e ka shfrytzuar rasin, aksionin, ka shënu të kalon është edhe pa fjalë. I përmena, domthonë nisi është dhe Haxhi Zeka i Besës Pejës, është një sulmues legjendar që bënoi pas luftës nuk ka pas sulmues më të mirë Peja dhe Besa e Pejës. Thatë bre redaksi që ka pas një edhe pak më kujtohet kështu, se ku të ka humbë vedia, ç'a ndodhi? Kom pas po një rast, faktikisht 2 herë më ka ndodhur po për përmendje të fundit te Prishtina. Lutëm ndeshjen me Trepsën, ishte ndeshja e parë e kampionatit. Fusha atëre kone fort as nuk bëjshin diçka që me zbut vera me një duel me një sulmues të Trepsës bi me këtë pjesën e pasme të kokës në tokë. Vjen një mjek fizioterapeut i klubit që është në atë kohë, ai e mirë, një intervenim kështu të lehtë, po më pyet sa gishta i kam, po, si boksera. Thash, para mënone, tash është si kom thonë 3. Po 1, 2, 3. Ajo që kish ndodhur me mua është një short memory loss, thonë. Okej. Domthonë nuk mundesh me regjistru kur gjë heq. Po tash për mi thonë që jem 3 stone, do na me numërun veten, me thonë 3. Unë tash që ato së në bëj, së më isha me bo. E ku më 1, 2, 3. 1, 2, 3 ta bëj, se jam i vedishëm. Po aj, pak unë në natyrën edhe në momentet më të shtira, di me nëzirë në i humor edhe ka thonë, hajtë se kushtri me
I tillë është. Edhe shkon, ai vazhdon loja, pres penalti, dikur referit ja bo një korner, që më ledh krejt të njerës tu. Ai thot, qa ka kjo, u bën hajgare me mu, sa jena tu pyt. Edhe përfundon ndeshja 0-0, hymë rana në zhveshtoret. Treneri tu na qërtu. Mas lojës me njerë, zakonisht mas lojës skuadra do të mu qetësu, mos mu komuniku shumë, mos mu diskutu loja, më prit e nesërme, mas nesërme mu analizu e gjithë ndeshja, po ai zgjedhje e ditë pak ma i frustrum, pse kjo, pse ajo, në një shok që i kisha afër, ja kisha bo ati, tash, më ketë këto mi kanë tregu se... Po, natyrisht. Tash, qa ka bre, dim? Tash, aja, apet të mësi shku menja që one s'jo mirë, po demek, humorin në mes vete që i bërë na, qa ka kjo që për na bën tash gjithë këtë zhurmë. Edhe ai, ma këten me humor, ti kur referi i tregon aty disa zyrtarë të klubit, aty që se kushtrimi diçka s'mu do në rregull, li bonin do pyetje. E shohin që nuk jam mirë, kisha bo treneri dhe një pyetje më dogot diçka i kisha thonë, a kam fema na diçka. Kështu, se di, kur mi thajshin qëto s'me isha me besu. Edhe kam dashën në atë kuptimin, edhe vendosim në qunë spitalin. Atje tani me disa egzaminime, kontrola, konstatojnë që është diçka që do të me kalu pa kohë dhe kthehet normaliteti. Pastaj mbrame ke dikun pak para se me flejt, e kum pove që erdha në realitet, erdha të normalja. Po mirë konë që veças më konë, se të lëndimet ka njerë din me qenë trona. Po, dhe roli i portierit e ka që të rrezikun, kom pas edhe duele ose lëndime tjera në kokë, më është nga vetë bashkëletari em, të dytë kemi tentu me intervenu për topin, ai me këmbën e me dore, me kokë, ai mos nej pa dashe, ma ka shky kokën këto, dash me lonë ndeshjen, me shku, me intervenu, me bo kepjen e... Qa ka sekret të portieri, i mirë, e që ti fos nuk e kuptojmë? Qa është sekreti? I qenit portieri mirë, e që shihet kështu, nuk shihet jashtë. Sekreti është të aja që portieri, do më thonë, e thamë edhe më herët, nështë në heshtje i ndihmon ekipit më shumë se sa një sulmues që e merr gjithë atë vlerësim. Vetë roli menoj në më shumë i ka fajt i portierit se sa një sekret që e karakterizon, po është personalitet i veçantë, domethënë portieri do të dallon edhe në personalitet me lojtarët. Vetë roli i portierit e bën të tillë, domethënë ndërton një personalitet, një karakter të veçantë, sepse është të menduarit është ndryshe për lojtarët. Stërvitjet, metodologjia e punës, gjithçka portierin e bën më të veçantë, edhe këto janë ato që ndoshta mujnë mos me u vrejt prej publikut. Kush është portieri më i mirë në Kosovë ose shqiptar në histori? Cili është më i miri sipas, ose 2-3 më të mirë? Unë e maj me për shembull në atë kohë Paçarada u kohë. Që na bëj kemuni mirë në kohën e vogël të aty të Prishtinës. S'po them që ka asnjë s'po do më ndërhyjnë ato, po. Kush është sipas teje që është, domethënë 2 ose 3 ose 1 që i kishte konsideruar portier më të mirë shqiptar? Po, pa mos është e vetë. Jo, asnjë. Shtim na. Asnjë. E kam edhe vetë i tillëm nuk kom mujt asnjëherë me munis për vetes. Ja di që më dash. Është Paçarada, me të vërtetë kom pas fat edhe me njoft, me stërvit me të. Domethënë vullnetarisht është mundu me disa portierë të Kosovës me bo një stërvitje shtesë në mënyrë që më na jap një atë eksperiencën që
e posedojke, se ai karierën edhe tash punën e trenerit e bën edhe në Gjermani. Një njeri që admiroj është një zotni, po ata e ka bëja periudha të cilën ka lujt, ka pas ato ndeshjet e tij të mira, të cilën e lartësojnë. Po ashtu di që ka qenë edhe në Zhavelli, një prej portierave të mirë të asaj kohe. Kurse për kohën, cilën unë me të vërtet kam nis me njoft futbollin edhe me ditë me bo një vlerësim, po kthena apet e Ahmet Veselica, Visar Bekaj, a mënu me shti edhe këta që janë të kombëtare që s'janë në Ligë të Kosovës? Po. Aro Moric, menoj që është portier i mirë, është një prej më të mirëve. Shqipërisë, po shetë Shqipërisë, anë s'ka portiera të mirë, apo një më pak? Të Shqipënia ka qenë e Tret Berisha, se është ka një portier i cili ka pas, është hapat e parë dhe domethënë fillimet e karrierës që ka pas në Kosovë. Kemi qenë një kohë shumë shkurtë e Prishtina, bile ai erdhë në Prishtinë prej Dikorrikut, nejtë disa muaj edhe u kthy në Dikorrik. Kjo ke nashta edhe për faktin që nuk deshti me rreziku në një konkurrencë me portier që shumë të Prishtina në atë kohë, u kthy dhe zgjedhë me lujt me shku me një skuadër ku e kishte garantuar një meqe të parë me qenë. Edhe po besoj që ka bo zgjedhje të mirë për shkakun se mas nej pati paraqitje të mira dhe mas 6 muaje u transferu në Suedi. Një portier shumë i mirë, kombëtarët e Shqipërisë ka në një kohë që edhe arritën suksesin për kualifikim, ke pjesë e tyne dhe i ka ndihmu shumë për kualifikim. Është një portier shumë i mirë. Pyetja fundit, po flasim për kombëtarin e Kosovës. A është mundësinë që me ekipin që e kemi, me trenerin që e kemi, që po liderojnë shumë, Kosova mundet me shku në Euro 2028, apo ende jemi larg kësaj, e ka pak dëshira, është më shumë eufori, dhe po ta bëj bashkë këtu, kë është e pikë më të fortë Kosovës? Portierin me mbrojtjen apo sulmin? Për tash kena, domethënë në raportet kryesisht janë të konsoliduar mirë. Portierin e thash më herët është domethënë është në nivel me cilësi që i kena si kombëtare. Është portier që mund të ndihmoj ekipin ton për kualifikim, për arritjet që mund me pas të ardhmen, po kemi edhe sulm të mirë. Sulmin e kena shumë të mirë, lojtarët e krahët janë shumë të mirë. Vedati tashmë një lojtar që për pak sa edhe ja rrezikoi Mbappés të qenë gollashënuesi më i mirë i La Ligës, e që unë mendoj që ka qenë me një përparësi më të lehtë Mbappé për shkak se ka luajtur me një ekip që njihet për dominim të ligës edhe çdo herë është më afër portës, më afër portës kundërshtare dhe normal që është aty përparësia, po përkundër kësaj Vedat Murić ke shumë pranë. Mirë po, duhet me ndu që Vedati tashmë nuk pritet me bo hapa më të mëdha. Ka mrinë një moshë ku eventualisht mund ta ketë këtë rendiment që jemi mësu me pa, por jo diçka më shumë. Mund shkoj vetëm duke u veni tash, po themi karriera tina, pse është një punëtor, një sportist i disiplinuar. Po është cikli natyror. Fiks. Po ka se mos të jenë në ardhje, tash është Aslani, i cili po bën ngritje në karrierë. Ai është në një periudhë ku veç po pjekët edhe po bën hapa më të mëdha përpara. Zhegrova shpresoj që të gjej hapësinë të luajë qoftë në Juventus apo edhe ndonjë skuadër tjetër të re, e që shumë luan rol kjo, pra lojtarët e kombëtarës si performojnë, sa kanë hapësinë në ekipet e tyre ku janë aktualisht. Kualifikimi i mundshëm, normalisht, kjo arritje e këtij ciklit kualifikues që e patëm për botror na bën me besu për një kualifikim. Mirë, po nuk
nuk do me thonë që me ato që kanë bo tash me një inercion kanë me kalu pa një përkushtim, pa një punë tjetër, pa një përmisim, pa një korrigjim. Do me thonë duhet tjetë edhe një disfat si mësim, në mënyrë që me përmisu dikon ku ka ndështu, në mënyrë që kualifikimin me arrit. Potenciali është ka cilësi edhe o dëshmu kjo. Ne kemi poshtë Suedin 2 herë, kemi eliminu një Slovaki, Sloveni, me Zvicrën arritëm me pas një barazim edhe pse ishin të kualifikuar. Por gjithsesi, une edhe na kështu në apetitet edhe na e pritshmërit i kemi për kualifikim. Faleminderit, kushtim, faleminderit që ishte pjesë e Blitz Interview. Për mu knasi. Edhe për mu ka që knasi. Shumë. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.